Bismillahirrahmanirrahim. E fillojmë me emrin e Allahut të Madhreshëm. E përshëndesim gjithmonë e qojmë shumë të fala Muhamedit a.s., pejgamberit fundit dhe gjithë pejgamberëve para tij. Gjithmonë jam falendërues edhe për juve që ndani kohë me i ndëgju fjalimet dhe përpjekjet tona me shpjegu fen tonë të bukur. Sot e kam një qasje përkitazi me Kur'anin fisnik. Kjo qasje ka të bëjë edhe me fetarët, po shpeshherë ka të bëjë edhe me jo fetarët, ose njerëzit që lexojnë Kur'anin por nuk janë fetarë. Kur e lexojmë Kur'anin fisnik, secili vetë në gjuhën e tij, aty zbulojmë se Kur'ani është një libër krejt ndryshe nga librat e historisë, apo le të themi librat e biografive. Ai nuk e paraqet jetën e profetëve në rend kronologjik. Zakonisht, kryesisht, nuk jep emrat të qyteteve, nuk jep emrat personazheve dhe nuk regjistron data të ngjarjeve. A thu pse? Sepse pamja kuranore ose synimi i librit tonë të shenjtë është përqendrimi tek mesazhi. Pra, Kurani gjithmonë don me dhënë mesazhin. Don me dhënë udhëzimin, argumentimin dhe pjesën morale të ngjarjes. Prandaj fokusi i Kuranit është gjithmonë në këtë pjesë, jo në pjesën historike ose në pjesën e biografisë. Kurani fisnik, madje, edhe kur flet për pejgamberin a.s., për biografinë personale të Muhamedit a.s., as aty nuk jep detaje. Domethënë, Kurani nuk synon ta dokumentoj biografinë personale të pejgamberit a.s., por e paraqet atë kryesisht, domethënë, si i dërguari i Allahut, i cili ka ardhur me një mesazh, ka ardhur me një shpallje, të cilën ja ka ngarku Zoti i Madhreshëm. Në Kur'an, Allahu thot, dhe të dërguarit nuk i takon ose nuk ka ndonjë detyrë tjetër vetëm ta përcjell mesazhin. Prandaj Kurani fisnik nuk e tregon ose nuk e rrethen femirinë e Muhamedit a.s., as nuk e tregon rininë e tij, as nuk i përmend emrat e familjes tij, emrat e shokëve të tij. Nuk i përmend këto detaje të jetës së pejgamberit a.s. Thjesht në Kuranin fisnik nuk e gjejmë atë përditshmërinë e jetës së pejgamberit a.s. Nuk është e përshkruar me kësaj. Jeta e pejgamberit a.s. në Kuranin fisnik kryesisht, domethënë, shfaqet në 3 pamje themelore, 3 pamje në vija trasha, le të themi. Për shembull, edhe betejat që përmenden në Kur'an, domethënë aludohet rreth tyre, por nuk përmendet me emra dhe nuk bëhet ndonjë përshkrim i fushbetejave gjatë jetës së pejgamberit a.s. Po thamë edhe një herë, pse është kështu? Sepse Kurani fisnik, respektivisht Allahu i Madhreshëm, nëpërmjet këtij libri të shenjtë, përqendrohet tek mesazhi dhe jo te personi, te kuptimi dhe jo te rrethimi. Sepse mesazhi dhe kuptimi janë çështje që i duhen gjitha kohrave, i duhen gjithë njerëzimit, janë universale, janë përtej kohës dhe vendit. Personazhet, rrethimet zakonisht lidhen me një vend ose me një kohë të caktuar. Duke pas parasysh se ky libri i fundit që Zoti ia dha botës, domethënë synimet e tij janë përtej vendit, përtej personazheve. Prandaj Kurani fisnik paraqet kryesisht 3 pamje, siç e thash, për pejgamberin a.s. Pamja e parë ose ai diskursi i parë është i dërguari që përcjell mesazh. Pra, misioni i tij, profecia e tij, pejgamberllëku i tij dhe mesazhi që, domethënë, u ia ofron botës. E dyta, Kurani fisnik e paraqet botën e tij të brendshme dhe kryesisht e shfaq nivelin e tij të lartë moral. E lavdron pejgamberin në lidhje me moralin dhe etikën e lartë të tij. Dhe numër 3, e shfaq pamjen ose përballjen e tij me krejt akuzat, shpifjet
edhe të pabesimtarve, po edhe peripetit në anën tjetër me besimtarët, luftat, zhvillimi i shoqënisë edhe gjitha ato telashe që dalin kur një pejgamber, domethënë e merr emanetin prej Zotit dhe mundohet ta aktualizojë se të realizojë në kontekstin e tij. A thu pse janë këto 3 pikpamje ose pse janë këto 3 pamje të përgjithshme për pejgamberin alayhis salam në Kur'an? Sepse këto 3 pamje janë njerëzore, shpirtërore dhe morale. Janë të zhveshura nga politika, pushteti dhe gjeografia. Prandaj i duhen gjithë njerëzimit. Kurani fisnik vepron ma shumë me simbole dhe kuptime se sa me pika gjeografike. Prandaj Kurani fisnik nuk i përcakton për shembull vendin e anijes së Nuhit. Thjesht nuk i përcakton këto vende, sepse këtë çështje Kurani fisnik ja lën historisë. Kurani i merr mesazhet, i merr udhëzimet dhe i merr orientimin e njerëzimit. Çështje të tjera, domethënë ju mbesin njerëzve të verifikojnë dhe të trajtojnë në rrafshin e tyre të historisë. Pra, Kurani është një libër mesazhi dhe jo një kronik historike. Shembulli më i mirë i kësaj që po them është historia e faraonit në Kur'an. Kurani fisnik flet bajag i gjatë për faraonin e kohës së Musait alayhis salam. E paraqet edhe përfundimin e tij, por është interesant që këtë ky shpjegim i faraonit bëhet në procesin ose në përpjekjen me shpjegu strukturën ose cilësitë që i kishte ky njeri, domethënë si personalitet, pas të cilave e meritoi dënimin e Zotit Madhreshëm. Pra, Kurani nuk kishte për qëllim ta përshkruante historinë e Ramsesit të dytë, që supozohet se ishte faraoni për cilin flet Kurani fisnik. Thjesht, nëse na lejohet me thonë, Allahu i Madhreshëm, kur na flet neve për faraonin, sikur dënë të na thot kështu, unë e dënova këtë person dhe këtë model të sundimtarit për shkak të strukturës së shregulluar në brendësinë e tij, për shkak të gjitha veseve dhe devijimit moral që i kishte ndodhur atij. Ai ishte njeri pra që i shkeli krejt drejta dhe liritë e njeriut. Prandaj e dënova për këto arsye. Dhe tani po tregoj historinë e tij në mënyrë që mos përsëritet kjo histori. Domethënë, Kuranit në vazhdim nuk i intereson ose nuk e shpalos arritjet e faraonit në kuptimin material, domethënë mënyra që ka menaxhuar pushtetin ose Egjiptin në atë kohë. Sepse kjo është pjesë e historisë dhe faktikisht historia pohon që faraoni nuk ka që s'ka pas suksese në aspektin material, por Kuranit i intereson gjithmonë përbëmja njerëzore, i intereson gjithmonë orientimi moral, shpirtënor dhe njerëzor i njeriu, sepse Kurani fisnik nëpërmjet këtij orientimi, sikur do më na tregu që është e rrezikshme kur devijon struktura njerëzore, morali njerëzor, përbëmja e njerëzve. Prandaj Kurani fisnik gjithmonë këtu e vënon theksin, domethënë te formimi dhe përmirësimi i njeriu. Pjesë tjera i lënë në shpjegimin e njeriu, domethënë të arrituna çështjet të cilat ndërlidhen me historinë dhe me gjeografinë, janë çështje që shpjegojnë historia. Allahu i shpërblet. Selam aleikum.